Kjo është pjesë e rivalitetit ushtarak midis fuqive të mëdha për dominimin e ajrit. Kjo bisha që thot Trumpi ka 5 vjet që fluturon dhe testohet. Ka 5 vjet që testohet dhe tashmë hyn në prodhim industrial. Normalisht superfuqitë përpiqen kush e kush të kontrollojë ajrin. Normalisht kjo është një garë midis fuqive për armatimin konvencional, sepse para të tjera di se si ka shku rivaliteti i superfuqive, pra janë të armatorësora deri në dhëmb. Ky është një stërgjyshi i këtij avioni F-47 apo P-47 daton që në kohën e luftës dytë botërore. Ky ka disa cilësi të cilet e bën shumë të veçantë. E para ka teknologjinë e padukshmërisë shumë të avancuar në raport me me teknologjitë e përpara të përdorura. Pra ka e quajnë ta stealth. Po, stealth të padukshëm. E ka shumë të zhvilluar. Atë që përmend edhe Trumpi e ka të inkorporuar me sistemin e dronëve. Pra për herë të parë duket është një avion që bashkëvepron me dronët. Pra dronët mund t'i përdori edhe për zbulim, për goditje, për kamikaz, për tjera, për interesat, pra piloti bashkëvepron me dronët. Kjo është diçka që s'ka ndodhur kurrë, është teknologjia është e gjeneratës fundit. Tjetër ka përdor një motor të gjeneratës fundit, edhe motori, që ka jep atij mundësi që edhe harxhimi karburantit e nxehtësia e tjera të jenë shumë të limituar në raport me modelet e më përparshme.